A ka një lutje specifike e cila rekomandohet të përdoret gjatë këtyre netëve, qoftë në iftar, qoftë në sifër? Për ata që agjërojnë. Gjatë këtyre netëve, lutjet e syfyrit janë përveç kërkimi i faljes. Në sifër, kjo është më e mira, që ne t'i kërkojmë falje Zotit Xheleshanu o Xhelexelalu, se kështu na porosit në Kur'anin e Madhnushëm. Lutjen e iftarit ma vetë se e dini, o Zot në ty besoj, me begatit tua bëj iftar. Ndërsa lutja që proferohet gjatë tyre 10 netëve të fundit të bëhet, është lutja që është në ka mësu pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahumma innaka afuwun kerimun tuhibbul afwa fa'fu anna, që në gjuhën shqipe dën të thot, o Zot ti je falës e dën faljen, falë mua. O Zot ti je falës, je bujar e dën faljen, falë mua. Kjo është lutja